Dhe I kam thënë Flamur, nëse unë nuk kaloj mbi 10.000 vota personale në gjithë qarkun, nuk dua ta marr mandatin e 6. Edhe I vetmi mundësi që ta marr mandatin e 6 isha unë dhe 2-3 kolegë tjerë të listës së hapur, në një kohë që edhe sikur mos ndodhte, jo për fajt tim, që mos merrej mandati 6, ishi garantuar I 5 në Elbasan. Këto kanë qenë bisedat të cilat unë kam bërë. Dhe ai nuk e pranoi këtë. Nuk e pranoi. Dhe I kam thënë, fjala e fundit kam thënë në telefon, këtë gjë të cilët gatuat, ju bëj mirë, vazhdoni përpara tu ndani. Kaq. E kuptoj. Kaq. Tani, më thuj. Mi si shpjegoj. Të lutem, më thuj tani. Më thuj. Çfarë do të bëjmë më shumë një politikan? Opozit, primare, fitore këtu. Jo, është qartë, nuk I përmenda unë I ke gjitha. Një kush, një parti. Madje gabimi im duhet I kisha përmendur. Kandidati që ka pesh potenciale të qartë, që ka mira vota, kërkon një kush. Po të larguar një person të cilët e ke vënë, që nuk ka, sepse ai nuk ka përkaluar kurrë 2000-2500 vota aty, dhe unë do kaloj 6000 vota me person, diferencë shumë të madhe, ti nuk e plotson tash, do të thotë pra që nuk do me fitu zgjedhjet. Ç'është për fajim? Ky jam unë. I them gjëra të sy, edhe nuk kam frikë edhe turp t'i them. Bën zgjedhjen e tyre, I pafshin hajrin. Unë do duroj pështymat deri me 11 maj. Mas 11 maj pastaj, fati i madh që do jemi 2 muaj gjysmë parlament, dhe që do jenë ato parlament. Po. O do qaj Edi Rama, do qesh Sali Berisha, o do qesh Edi Rama, do qaj Sali Berisha. Unë në të dy rastet do jem njeriu që do shijoj atë spektakël. Po. E kuptoj. Dhe shumë mirë do bësh. Tani, deri në 11 maj ti nuk do japësh asnjë kontribut për vot. Fare. Shkurt. Po. Nuk do duhet të bëm pjesë e ekipit fitues, që ti marr merita e ekipit fitues të qarkut të Elbasanit, dhe zoti Berisha I gëzoj, ti fitoj, dhe nëse kam thënë deklaruar publikisht që se kam turp prap të them që nëse zoti Berisha mund Edi Ramën, mund Partinë Socialiste, do t'i ulem në gjuj, do t'i kërkoj falje dhe do t'i puth këmbët, më fal mua dhe unë nuk merrem më në politikë. E mbyll karrierën time politike. Jo si në një që thotë që ndaj mbyll karrierën që është zoti Berisha. Pra, të lutem pra. E mbyll, të lutem pra. E mbyll. Po dakor, pra do vim të mbyllja po. Jo, mbyll pra. Prit një herë. Nëse nuk fiton, pastaj do duhet që zoti Berisha nga data 12 maj, pastaj mos themi më pastaj na I volli, na I bëri, na kështu gjërat, do duhet një ridimensionim I plot I opozitës që të bëjë alternative besueshme për të mundur këtë majorancë. Po prit pak këtu tani. Në këtë moment që ti bën një premtim kaq të bujshëm, ti je I bindur brenda teje që nuk do fitoj Partia Demokratike. Tani fitoren përballë Edi Ramës në rang kombëtar Partisë Demokratike ja hoqet ti? Jo, se këtë basti ti nuk e ke vënë më përpara, ti thoje do fitojmë para se të zhgënjeshe. Tani. Po. Gur bëhet mur. Një tull e fuqishme ishte edhe tulla ime në Elbasan. Ti do të thotë, sot Partia Demokratike e ka humbur të jashtë në Elbasan. Për shkak meje. Ka ikur një. Po I han pestin. Unë jam thënë edhe më përpara, kujdo të kolegëve aty që një mandat e gjysmë ikën prej meje në Elbasan. Në mënyrë të padiskutueshme. Këtë do ta vërtetoj 11 maj. Po 2 në Elbasan ti. Po I gabim tjetër për juritë ta bagun këtu. Për durata çupin aty. Për lirën me limitin aty. Po kështu bëhen gjërat. Kështu bëhet kjo punë. Sepse kam thënë një gjë, që nga 12 marsi deri 11 maj nuk e harrojnë njerëzit më merr me partinë, si emër abstrakt. Merr me individë me dhënë dhe nuse janë kandidatë të cilët janë të listë, të cilët I shtojnë votat subjekti politik, ose një listë mirë, ose një listë keqe ja heqin votat. Autobusi është partia, po ai autobus që të funksionojë do të ketë shoferi I japi që do të ketë udhëtar lart, sepse po nuk pat udhëtar, po nuk pat mekanik, po nuk pat ngelet në tako dhe nuk ecën dhe shpon gomat. Tani nga ajo që ti po thua, unë kuptoj që të gjithë votuesit e tu në qarkun e Elbasanit nuk do dalin të votojnë më 11 maj. Kështu bie. Tani unë nuk jam nga ato që them që 100% çfarë them unë do t'i bëjnë të votuesit e mi. Po shumica jam I bindur 1000% që një pjesë do refuzoj. Ke folur me ta dhe të kanë thënë që do bojkotojnë? Tani unë të ditë e fundit kam patur takime dhe shpreha rëndom që kam gjetur më kanë thënë, sepse jo të gjithë ka qenë demokrat militant, përveç militantëve të cilët janë aty që I japin votat. Po ka pas dhe elektorat gri po themi. Elektorat gri, kanë thënë. Ose socialistësh gënjë. Deri dje
kur e kërkoi votën kishin dëshirë ta jepnin votën për ty. Sot mos tentot ta thush gjysmë fjalë se din vetë ku ta çojnë votën. Pse se çfarë subjekti do ta çojnë. Mos ta kërkoj më votë. E po. Dhe unë sigurisht nuk do shputem nga zona, do kemi kontakte, do kemi takime, takime. Po takimet në skuadër do t'i bësh ti se. Jo, takime me elemente me bështetën mirë, e kam shumë mirë, se kam 20 vjet politike aty çkretën. Po dakord, pra do bësh takime që ata të qëndrojnë koherent me premtimin që të kanë dhënë, do ta shpjegoj. Po. Për shembull, mua më marrin telefon për ditë njerëz që do të takojnë. Po. Tani përpara se të vije këtu pata një takim. Po. Me një eksponent nga Belçi, i pjesës gri. Çfarë ju tha? I cili sot është i pozicionuar tek Partia Socialiste. Të afërmit të tij. Dhe më kërkoi që atë kontribut që ka dhënë në 2021 për mua, çfarë mendimi ke si do animosh çfarë kontributi ka? I thash, nuk kam vendosur asgjë, do flasim prapë do bisedojmë. Tani kjo ka qenë. Ofertën e Ramës ti nuk po e shqyrton fare? Para 11 majit nuk jep asnjë përgjigje, kjo është? Tani nuk mund të them, nuk mund të them asgjë, sepse nuk ka patur asnjë lloj zhvillimi në raport personal me zotin Rama, apo të një kërkesë zyrtare nga zoti Rama, apo nga mbushmotorët e zotit Rama, duke ditë dhe deklaratat e mia të cilat kam thonë që unë jam i djathtë i përkas opozitës dhe Partisë Demokratike, pavarësisht që në të derë të Partisë Demokratike, në të shkallë të Partisë Demokratike, sa tjetë kjo kupol drejtuese, unë nuk shkel më. Te kam vendosur. Dakor. Por, mas datës 11, nëse do ketë raporte tjera, qasje tjetër, po çfarë pret pas datës 11, se nuk po e kuptoj. Datën 11 pret që ti ki Berisha. Po do ta them, Se po e pret 11 majin që ta kuptojmë. Fitoi Partia Demokratike, fitoi zoti Berisha, unë prap nuk do shkel më në atë fitore. Edhe në rast humbjen, nëse do vazhdojnë të jenë po ato dhe nuk ikin, prap nuk do shkel. Çfarë do më saktë më qartë se kaq. Dakor, pra, po ti po pret 11 majin që ndoshta të shkosh pikërisht atëherë kur të konfirmohet sërish në pushtet Partia Socialiste për shembull, se është edhe ky një opsion. Tani mos më bëj pyetje sepse jo mos më pyetje tani mos ose po mi pra, okay, po e bëj mirë, po bëm pyetje. Unë nuk e di tani sepse më fal. Ti je një zonjë e nderuar, ë? Unë po bëj krahasim, unë kam 30 vite me bashkëshortën time, 30 vite. Nuk e di, mund ndabë për 1 muaj, 2 muaj, nuk e di më. Ti po thua që nuk parashikon dot. Po mirë pra, po ti ke një objektiv që nuk do marr asnjë vendim deri më 11 maj ose po mendohem se mund marr edhe një vendim. Unë kam te 11 maj kufirin. Jam akoma në reflektim e sipër, por po them edhe tjetër që çasti definitiv është 11 maj. E kuptova. Tani, nëse do vendosësh po supozojmë një moment që do kalosh në Partinë Socialiste. Si do justifikosh në publik? Po jo pra, është një tezë. Po është një tezë. Çfarë do bësh në Partinë Socialiste? Do vazhdosh të bësh opozitarin, po them. Brenda tani përderisa akoma nuk e ka menduar gjë të tillë ose nuk ka shkuar në mend që do të jetë Partia Socialiste, s'kam pse të flas më tepër. Kaq është e qartë. Mos ma kërko më shtepër. Unë të frikson pikërisht justifikimin në publik pas kësaj lëvizje që s'po ndërmerr. Një gjë kesh kokët. Ju zonjë nderuar dhe kushdo tjetër. Lirinë time nuk e shes. Po dakord prap. Të lutem pra. Po jo, unë do të pyesja për këtë nëse ti në publik do thoshe që kategorikisht nuk shkoj tek Edi Rama. Nuk e ke thënë këtë në publik pra. Edhe ke partia ndar ndokës, po ndar ndokën, ë. Po dakord pra. Apo partia tjetër, ti jem nesër një aktivitet politik. Pra kam parimet e mia që nuk i shkel. Nëse nuk kam hapësirën time, lutem pra, nëse nuk kam hapësirën time, lirisë time demokratike, që do bësh opozit. Po pra, brenda pushtetit do bësh opozit, një lloj Erion Braçe po themi. Po mund ta bëj. Jo më. Në një farë mënyrë. Po ti do të jemi 100 herë më shumë se Erion Braçe. Po, 100 herë më shumë dhe këtë duhet ta pranoj kryeministri. Respektoj të Erion Braçe, e kam thonë para. Po 100 herë. Po bën logjik që ti kaq shumë opozitar i thekur ndaj pushtetit ti jesh brenda dhe t'ja bësh opozitën nga brenda pushtetit? Dgjoj. Apo çon si ka opozita është e mirë sido që bëhet. Si thosh ato duke njohur trupin e njeriu, anatominë e tij, duke njohur ekipin, duke njohur partinë, duke njohur gjithë gjithmonë nga brenda ke mundësi më shumë të luftosh dhe ta përmirësosh një situatë se sa jashtë që nuk të afrojnë deri ke porta që të mbyllet.
në kuptimin që po t'isha siç kam qenë, siç kam qenë Partia Demokratike. Unë po t'isha jashtë Partisë Demokratike, fjalët e mia do të qenë më pak vlerë ose nuk do kishte pasur gjithë njohin realitetin ty brenda dhe siç kam qenë opozitar brenda Partisë Demokratike si opozitar real. Jo, qëndron si argument, patjetër. Për shkak të drejtës, kam thënë që kjo rrugë nuk duhet këtu i di ke mandateve që shumë gjëra të tjera, apo kam demonstruar që jam i vetmi person, si një pritë të 2008-s, kur kam qenë në majorancë, kam votuar kundër ndryshimeve si një pritë të 2008-s, ndryshimet kodit zgjedhor, ndryshime kushtetuese, apo të 2007-s, që nuk kanë pranuar zgjedhjen në krye të presidencës zoti Fatos Nano si ish kryeminist i Partisë Socialiste ose si ish kryetar i Partisë Socialiste në 2007-ën, apo jam i vetmi politikan i opozitës brenda të zotit Berisha, të rithmelimit dhe gjithë Partitë Demokratike që votova në korrik të 2024 kundër kodit zgjedhor, kam qenë për listat e hapura.